Procedura për blerjen e një skrepi për njësitë administrative u hap nga Bashkia Vlorë më 27 tetor 2025, me fond limit rreth 88.900 euro pa TVSH. Dokumentet e tenderit parashikonin kriteret e detajuara teknike dhe ligjore për operatorët pjesëmarrës. Megjithatë, në faqen e Open Procurement Albania, procedura vijon të shfaqet me statusin shpallur procedura, pas një të dhënë për pjesëmarrësit, fituesin apo kontratën. Ndërkohë, regjistri i pagesave të Thesarit tregon se më 5 qershor 2026, Bashkia Vlorë ka paguar rreth 105.000 euro kompanisë Startco për një kontratë të datës 18 shkurt 2026. Dokumentet tregojnë se kontrata është lidhur, mjeti është dorëzuar dhe kompania është paguar, ndërsa procedurat publike nuk pasqyron ende fituesin. Kjo mund të jetë pasojë e mospërditësimit të databazës, por mungesa e transparencës ngre pikpyetje. Bashkia Vlorë duhet të publikojë dokumentacionin e plotë të tenderit dhe kontratës, pasi një pagesë prej 105.000 eurosh kërkon transparencë të plotë. Bashkia Vlorë duhet të bëjë publike proces verbalin e hapjes dhe vlerësimit të ofertave, emrat e pjesëmarrësve, ofertat financiare, njoftimin e fituesit, kontratën me Startco dhe specifikimet e plota të skrepit, markën, modelin, vitin e prodhimit, kapacitetin dhe garancin. Sepse për një blerje prej 105.000 eurosh fjala skrep nuk mjafton dhe një tender nuk përfundon kur dalin parat, përfundon kur publiku mund të shohë se si dhe pse u zgjodh kompania që i mori ato.